4 shqiptar dëmtohen ose humbin jetën mesatarisht çdo ditë në rrugët e vendit. Në pjesën më të madhe të rasteve aksidentet ndodhin nga pakujdesia e drejtuesit të mjetit. Prej 1 janari të këtij viti ka hyrë në fuqi bonus malus. Kjo do të thotë se drejtuesit problematik të mjeteve, të cilët kanë historik negativ me aksidentet, do të paguajnë më shumë për sigurimin e makinës. Rregulloria e re, e cila ka hyrë tashmë në fuqi, përmban edhe disa faktorë risku përtej dëmeve që do të regjistrohen, të tilla si fuqia motorike, mosha e shoferit, eksperienca e tij në drejtimin e makinës, përdorimi mjetit, qarku i regjistrimit të mjetit si dhe vjetërsia makinës. Mosha e reja, eksperienca e ulët apo makina e vjetër konsiderohen të gjithë rreziqe që shtrejtojnë siguracionin. Sistemi bonus malus, i cili përcakton çmimin e siguracionit të automjetit në bazë të historikut të numrit aksidenteve, është në fuqi prej një korriku të vitit 2021, por nuk zbatohet. Lënia në dorën e kompanive të sigurimit pa ndonjë masë detyruese e kishte bërë atë të pazbatueshëm. Me hyrjen në fuqi të kësaj rregullorie, tregu i sigurimeve hyn në një tjetër fazë më të avancuar të menaxhimit të riskut, në përputhje me praktikat e vendeve europiane. Ekspertët e fushës theksojnë se informimi dhe ndërgjegjësimi i qytetarëve janë thelbësor për funksionimin e suksesshëm të sistemit. Sigurimi nuk shihet më vetëm si një detyrim ligjor, por një mekanizëm që shërben për një drejtim të sigurt dhe penalizon sjelljet me risk të lartë në rrugë. Në këtë kuadër, shoqata e siguruesve të Shqipërisë ka bërë të ditur se do të vijojë informimin e publikut për çdo zhvillim që lidhet me zbatimin e bonus malus dhe me ndryshimet që prekin interesat e drejtuesve të mjeteve në hyrjen në fuqi të këtij sistemi.